të gjithë kozmetikët, njësoj si ushqimi, i dhe në substanca që mos ndodhen procese të prodhimit të myku të baktereve tjera. Substancës që janë parobenet, të cilat janë fungicide dhe baktericid. Por nga ana tjetër, ato ne mund t'i marrim edhe mund t'a ndëmtojmë të ne. Sepse këto janë molekula organike, të cilat një që mund të futen në organizëm, mund të shkaktojnë probleme edhe me organizmin. Gjithçka varet në sasi që e përdorim. Që këtë përbërës, pra parabenat, nëse lexojmë në produktet kozmetike, mirë është që ta eliminojmë, të mos e përdorim. Mund të na sugjeroni apo udhëzoni se nëse lexojmë në një etiket të një produkti të caktuar fjalët që do na i thoni ju ose përbërësit, të shmangim ose të mos i përdorim shpesh. Ne pimuj, dhe ka, po të shikosh ka shishe që lexojnë PBA free, që do thotë që nuk përmban PBA. Qa është PBA? është një substancë e cila është një monomer e një polimeri, që formohet plastika. Atëherë, çfarë ndodh? Në qoftë se ti ke këtë substancë mund të shlirohet në polimeri dhe sipas studimeve rezulton që mund të shkaktoj kancer, mund të shkaktoj diabet, mund të shkaktoj edhe probleme hormonale. PBA për shembull kjo është ndaluar, nuk përdoret më. PBA-ja. Por në Shqipëri mund ta përdorin.